Kontekst inkandescent kur bëhet fjalë për akuzë komplotin ndaj vet ish shefit të FBI-s, ndodhi njëra pas tjetrës dy të papritura, shaka pa kripe Ramës kundër Trump pranë Macronit, ndjekur nga një status enkas për Ramën botuar në rrjetet sociale amerikane nga vet George Papadopoulos, viktima e FBI-s në 2016. Është një status i frikshëm, i ngjashëm me ato mesazhet për hakmarrje të kontit të Monte Cristos, një fotografi nga kryeministria e Shqipërisë me Edi Ramën dhe me Goni Gal krah për krah. Mesazhi i Papadopoulos ishte padyshim dhe duhet konsideruar si edhe i Donald Trump përmban këtë fjalë. Charles McGonigal është fotografuar këtu me kryeministrin shqiptar, ndërsa ai po pranonte rushfete. Ai gjithashtu drejtonte hetimin Crossfire Hurricane me Comey në të njëjtën kohë. Ai tani është i burgosur. A do të rrëzohet dhe ai? E për të dënuar i shefin e FBI-s James Comey, amerikanët e Trumpit kanë nevojë akute të rihapin dosin e McGonigal, që është dënuar një herë, por për tjetër gjë. Të gjitha rrugët të çojnë nga Tirana, ku McGonigal ka bërë dhe aferat më të rënda korruptive, ndaj dhe fotografia botuar nga kryeministria e Shqipërisë. Në këto kushte Rama bën llogaritë se po shkoi puna keq, të gjitha rrugët e shpëtimit për të do ta qojnë nga Parisi dhe Brukseli, që s'mund ta pranojnë, shpreson Rama, që ky të ndëshkohet thjesht për një fjalë goje.